Seriozisht, por të jenë mos përfillës ndaj jush. Unë kam shkruar për veprën e Çabejt, por nuk jam marrë kur me jetën e tij personale. Jo, nuk flas për jetën personale. Çështja është, Çabej është i pari që është marrë me etimologjinë e gjuhës shqipe, dhe unë jam marrë imtësisht me veprën e tij. Nëse ka një njeri që e njeh mirë veprën etimologjike të Çabejt, studime etimologjike në fushën shqipe, në fushën e gjuhës shqipe, ai jam unë. Unë di gati përmend, sepse më ka dhëmbur çdo gjë që ka shkruar ai për etimologjinë e shqipes, dhe kam kuptuar se ky njeri nuk ka bërë etimologji. Ai nuk ka as oponencë shkencore për veprën e tij. Ai është pranuar a priori dhe është i pari që ka punuar për ta quajtur shqipen një gjuhë të huazuar. Dhe mbas tij, i dyti që ka bërë një vepër etimologjike, që quhet fjalori etimologjik i shqipes,